98 subjekte private janë aprovuar për menaxhimin e hapësirës së plazheve në Vlorë nga 214 që ishin një vit më parë. Drejtoria menaxhimit të aseteve dhe pronave publike pranë Bashkisë së Vlorës ka theksuar se aktualisht është duke pritur miratimin e të gjitha kontratave nga Agjencia Bregdeti dhe Ministria e Turizmit për të nisur me pas ndarja parcelave të plazheve. Nga 98 subjektet e aprovuara deri tani, prioritet do të kenë kryesisht hotelet apo subjektet që kanë dhoma pushimi dhe ndodhen pranë bregut të detit. Jemi duke pritur ende nga Ministria e Turizmit dhe nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit për miratimin e kontratave të fundit të plazheve. Në momenti që të gjitha këto kontrata do vinë të miratuara në Bashkinë Vlorë me një email zyrtar siç ka qenë deri tani, do vazhdojmë me procedimin dhe me piketimin e gjithë stacioneve të plazheve për sa i përket vizë bregdetare të Vlorës. Deri tani janë aprovuar nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit 98 subjekte, të cilët kanë të drejtë të shfrytëzojnë vijën e plazhit. Prioritet kanë pasur gjithmonë ata hotele dhe dhoma pushimi të cilat janë afërsi të detit ose nëse kanë parcelën e plazhit përpara vijës së fasadës së tyre. Duke ju referuar faktit se deri tani nuk ka patur probleme, Hoxha thekson se ato subjekte që nuk kanë dhoma pushimi nuk do të menaxhojnë dot plazhet, ndërsa zona Zvërnecit sipas tij pritet të jetë kryesisht plazh publik dhe do të menaxhohet nga Bashkia e Vlorës, ashtu si do ndodhë dhe në shumë zona të tjera. Zona e Zvërnecit do të ngelet plazh publik, e gjithë ajo sipërfaqe ku nuk ka dhoma pushimi dhe hotele. Në bazë të kontratave që kanë ardhur deri tani, pritet që të ketë 82% të gjithë sipërfaqes të vijës së detit të Vlorës të jetë publike. 18% pastaj është pjesa e cila mund të aplikohet nga subjektet private. Vlora pritet të jetë gati me ndarjen e parcelave të plazhit duke nisur nga data 1 qershor, kjo edhe pasi të kenë përfunduar të gjitha aplikimet. Deri tani ende nuk ka pasur problematika të mëdha sepse sapo ka filluar procesi i piketimit, janë shumë pak kontrata që kanë ardhur tek ne, jemi në pritje të gjitha kontratave nga Agjencia e Bregdetit dhe më pas do shohim nëse do të ketë problematika ose jo. Duket se këtë vit do të përfitojnë me pak subjekte private, pasi do jepet prioritet hoteleve apo subjekteve që kanë dhoma pushimi, ndërsa pjesa tjetër e plazheve do të jetë hapësirë publike.